Kush ja kërkoj? Banda që ka krijuar që i ka ngopur të tërë, kush? Kush do t'ja kërkoj? Pa më thuaj çik, do ja kërkoj ai Noka? Noka do t'ja kërkoj Noka, Bardhi, Jack Markaj, Këlliçi. Janë të tërë që kanë ngrënë me të, s'kanë fytyrë që dhe jo, që ti mbaj rreth vetes është një metodë e njohur e komunistëve. I inkriminojnë. Dhe kur i inkriminojnë janë detyruar që të hedhën ballen sipas orkestrit që ka vënë kryetari Kapobanda. Dhe Kapobanda këtu Salihu do thotë, "O kështu si u them unë se u mori lumi." Dhe ata si të trashë janë se nuk janë politikanë, jo. Se po të ishin politikanë do ja tregonin vendin me metoda shumë moderne, shumë demokratike, të zotëri, kemi një statut, ke humbur, jetë dorëqen. Neni Basha. Si i vuri emrin e Nenit edhe vetë s'po e zbaton. Po, fix. Avokat Polacivita erdhi, mori lekët edhe iku. I lumt. Po Sali Berisha nuk ka burrëri, është i pa burr. Është burrec. Se nuk del që të thot Salek i ka dhënë Lasivitës. Pse nuk e thot? Nuk e thot se do t'i dalën do bislëqet që ka vjedhje, që ka bërë. Për këtë nuk e thot. Dilër e ti, Sali Berisha, bubur dhe i shtuaj qytetarëve, se të kam bërë tire disa herë, dhe të dukem kështu i vogël një qytetar i rëndomt. Po din edhe na thuaj, Sali i ke dhënë Lasivitës dhe ku i gjete? Këtë na thuaj, se do fillojmë dhe me pronat e tua, sa të hyjnë fuqi qeveria teknike që është ngritur, do merremi që s'kemi të punë me atë punë, dhe nuk do kesh të akuza që ke, po do kesh ato akuza që të takojnë dhe që i ke bërë. Po, përveç Lasivitës, dosje tjetër është dhe $6 milion që deri tani s'fa kemi parë efektin. Se janë dy. Ore, këto janë një pikë ujë këto që diskutojnë, qoftë Lasivita, qoftë $6 milion. Ore, ku kanë funë milionat atyre, mori. Ata janë miliarder, jo milioner, janë miliarder. Janë miliarder në Shqipëri. Dhe duke që janë miliarder duke pirë gjak të ky popull. Duke pirë gjak në kufomën e dergjur të Shqipërisë. Në Shqipërinë e rrëzuar për tokë, në Shqipërinë që jep shpirt, në Shqipërinë që e kanë goditur dhe e kanë plagosur për deke komunistët shqiptarë. Ka ardhur fundi tyre, nuk jam pesimist, jam optimist, do japin llogari si qënë të qënit dhe do shkojnë në burg atje ku takon. Edhe ky që ka partiset dhe thot, dale se do thrasëm 100 dëshmitarë, ku t'ja thot këto? Ore, unë flasë për Sali Berisha se nuk më ka faj Edi Rama. Edi Rama është hajdut, kriminel, zbatharak, palaco, anti-shqiptar, qifut, i ka të tërat zezat. Po e kam armik, e di që e kam armik, nësa kjo hiqet që kur është mik, dhe nga nga të nga bëngropën. Për kse urejmë shumë këtë? Avokat, për të dalur të PS-ja, çfarë po ndodh brenda, se pushteti vështirë, mandati 4, duket se do energji të reja. Nuk kanë energji të reja, nuk e din që s'kanë fituar, e din që është një fitore sajuar, nuk është fitore e tyre, e din që populli nuk i do, gjetën një fushë të lirë që të bëjnë çfarë të duan nëpërmjet bashkëpunimit me këtë kriminalin tjetër, me këtë hajdutin tjetër Salihun, që vazhdimisht kanë bashkëpunuar bashkë që nga viti 92, që ku e mori Partinë Demokratike Sali Berisha dhe deri më sot, janë në unison të plot me njëri tjetrin, me një propagandë të shkëlqyer, me një mashtrim klasik të sofistikuar, që gënjen një popull që nuk ka nivelin e duhur politik për të dalë përpara të thonë, stop, çan këto ju vëni, më këtë halleni. Njerëz të zgjuar dhe njerëz të aftë i përthunin dorë shteti duke i hequr nga puna dhe detyrimisht shqiptarët do ikin. S'kan gjetur zgjidhje tjetër. Ka ardhur fundi, zoti Sali Berisha dhe Edi Rama. Të dyve u ka ardhur fundi. Të dy e dini shumë mirë që do jepni llogari dhe po përpiqeni tani si ai gjarpë i plagosur që i luan bishin po kokën e ka të mbaruar. Do hiqeni, do zvarr do hiqeni.